Me gurë shkëmbinj është mbushur obori familjes Osmani. Kryefamiljari në hati rrefen momentet e tmerrit që kanë përjetuar natën e stuhisë së furishme, e cila ka vërshuar fshatin Straçinc. I gjendur rreth malit, pozita gjeografike ka bërë që ujrat të mblidhen nga kodrat, duke marrë gjithçka që i ka dalë para. Nehati thot se gjithë banorët kanë qenë të rrezikuar, por fatmirësisht askush nuk pësoi. A janë kohë se autoritetet kompetente janë vonuar me ofrimin e ndihmave dhe pastrimin e rrugës. Ushtria, policia, këta gjerrin të na vën hervesh na kontrollojnë, hecin, shkojnë të poshtë, kur gjon ndihma tjera nuk ka. Ujë na kanë pru, shiqir ujë na kanë pru, ama vetëm me ujë nuk jetohet. Duhet edhe qerasende. Kjo duhet më ndrejtë, unë vetë nuk kam kur një çfarë shanse, hiç. Edhe 100.000 vetë këtu kam rrit për mua. 4 ditë pas fatkeqësisë natyrore që mbyti këtë zonë, përmes fshatit Straçinc, besohet se ka kaluar arteria kryesore e ujit që vërshoi pastaj Stajkovcin dhe Hasanbegun. Kryetari i fshatit Adnan Ajrullau thot se rruga e fshatit është shkatruar tërësisht dhe ka qenë e pakalueshme deri më sot, por u hap nga një kompani kosovare që solli buldozerët e vet. Me që u pasë shteti s'po intervenon, Ajrullau thot se banorët u mobilizuan vet. Një pjesë e madhe e problemit gje kemi kri, rruga kryesore tash mundit lëvizin njerëzit, sa për ndihma e shpejt, do një rast urgjent, tash nuk kemi atë problem, edhe ne pse vazhdojmë me aktivitetet, do të punojmë deri në mbarimin e të gjitha domeve që kanë ndodhur në fshatin tonë. Sipas Ajrullaut, sot në terren doli komisioni për vlerësimin e dëmave në kulturat bujqësore, kurse pritet që edhe dëmet në prona të evidentohen. Banorët thonë se kanë pësuar shumë nga shkatrimi i tokave bujqësore, të cilat i kanë pasur burim të vetëm të ekzistencës. Uji me vete solli masiv të gurëve që shkatroi rrugë, dëmtoi kanalizimin dhe sistemin e ujësjellësit dhe si pasojë la fshatin pa ujë të pijshëm. Kurse sot në fshat u sollën edhe ndihmat e para në ushqim.